Atëherë unë sigurisht që ndihem shumë mirë, krenare, privilegjuar, që për herë të parë në Shqipëri, në Roskovec, ne zhvillojmë një aktivitet që nuk është bërë asnjëherë tjetër, festivalin Roma Roma Le, që bën bashkë pothuajse shumicën e grupeve rome, atyre që promovojnë dhe që trashëgojnë kulturën, traditën rome, jo vetëm në këngë, por në muzikë, por edhe në kërcim. Ishte një ide në fakt që ne na ka lindur ka herët, por nuk ishim bërë si duket kushtet dhe rrethanat bashkë që kjo gjë të realizojë. Dhe këtë vit ne menduam që në javën rome, jo specifikisht në datën 8, sepse të gjitha, po themi, institucionet, të gjitha organizatat kanë aktivitetet e tyre, gjykuam që në javën rome, në këtë fundjavë, ne të zhvillonim këtë aktivitet dhe dua të falenderoj këtu Ministrinë e Kulturës që na mbështeti për këtë aplikimin ton. E gjeti me vend dhe shumë të bukur dhe ne sot jemi duke përjetuar një Roskovec ngjyrash, një Roskovec që është bërë shtëpia e pritjes dhe mirëpret mysafir të komunitetit rom nga gjithë Shqipëria, por jo vetëm. Ne kemi sot një grup special nga Maqedonia e Veriut, të cilët ju përgjigjen ftesës tonë dhe Roskoveci nuk ka qenë asnjëherë më i bukur se sot dhe me kaq shumë, po themi, antarë të komunitetit rom, të cilët vinë me kaq shumë dashuri, me kaq shumë gëzim dhe shprehin kënaqësinë që ndjejnë për këtë aktivitet që në fakt bëhet për herë të parë në Shqipëri. Dhe ajo që ata më kërkojnë, por që edhe unë e ndjej në fakt, është që ky të jetë vetëm fillimi i një rrugtimi dhe një tradite që të bëhet tashmë zyrtar në kuptimin e rrugtimit të vet dhe të bëj bashkë edhe komunitetet e tjera të cilët këtë radhë nuk erdhën sepse ndoshta se morën vesh, nuk u vajti informacione ose ndoshta ne nuk arritëm të çonim një ftesë, por unë dua t'i falenderoj të gjithë ata që ju përgjigjen ftesës tonë dhe sot të performojnë muzikën, traditën, kërcimin e bukur rom, jo vetëm për kënaqësinë tonë, po pse jo të gjithë Shqipërisë. A ndihmojnë këto aktivitete integrimin e tyre? Në fakt qëllimi kryesor i, po themi, këtij aktiviteti, por jo vetëm është diversiteti në mënyrë të barabartë, jeta në diversitet në mënyrë të barabartë, ku gjithë secili të ndihet i papërjashtuar, të ndihet i barabartë me të tjerët, të ndihet një lloj me të tjerët, jo vetëm për sa i takon të drejtave, por edhe detyrimeve, të ndihet pa dallim shtatit, pa dallim moshës, pa dallim ngjyrës dhe gjithçka, pa dallim gjuhës dhe kulturës. Ne jemi qenie humane, të gjithë jetojmë në këtë tokë ku ajri, toka është për gjithë ne. Dhe padyshim që të drejtat duhet të jenë barabarta. Kush e organizon këtë festival? Festivalin e organizon Bashkia e Roskovecit, grupi vendor i veprimit i krijuar në Roskovec, e cila është një organizat, ka në brendësi përfaqësues të, po themi, grupeve të ndryshme të interesit në Roskovec, që kanë aplikuar në Ministrinë e Kulturës dhe kanë mbështetur këtë aplikim, këtë ide të Bashkisë së Roskovecit, dhe e cila sot po bëhet realitet. Faleminderit. Ju falenderoj juve. I am Ermina Recepova. I am from North Macedonia and I am president of the Roma Culture Education Center Terni PMK from Macedonia, Delchevo. This initiative here for this festival is very good because the Roma people will be recognized in your country with their tradition, with their dance, with their food, and this will be very good idea to dare to shoot. Dhe është kënaqësi që jam pjesë e këtij aktiviteti që zhvillohet në qytetin e Roskovecit. Është herë e parë që zhvillohen aktivitete të tilla, sidomos për komunitetin rom dhe egjiptian. Shpresoj që këto aktivitete të ndodhin dhe në qytete të tjera, si është qyteti Beratit dhe qytetet e tjera që kanë kontingjent të komunitetit rom dhe egjiptian. Ndiheni më të vlerësuar nga iniciativa të tilla? Ndihemi të vlerësuar sepse Bashkia e Roskovecit ka marrë një iniciativë shumë të mirë duke promovuar kulturën rome, traditat rome dhe shpresoj që si këto aktivitetet të ndodhin dhe në qytetin e Beratit. Faleminderit. Nga qyteti i Klosit, përfaqësoj grupin folklorik Petralba Klos, jam shumë i gëzuar sot që jam pjesë e këtij koncerti për herë të parë këtu në Roskovec dhe falënderimi shkon edhe proprietarën e bashkisë, patjetër, sepse ka bërë një ftesë dhe jam shumë i kënaqur me këtë ftesë dhe shpresoj që edhe në vitet në vazhdim të jem pjesë e këtij koncerti ose festivali që bëhet këtu në Roskovec. Komuniteti jonë edhe atje në Klos është i integruar, patjetër që kemi marrë pjesë në shumë evenimente, në shumë vende tjera dhe s'di ç'tem tjetër, po
Shpresoj që kjo vazhdimsi të ndiqet edhe më shumë në vitet që vijnë. Mendoni se aktivitetet Kjo është fjala më e bukur që Roskoveci mi shëron sot gjithë ditën. Në fakt që dje, ne jemi bërë sot shtëpia e hapur, shtëpia e mikpritjes së komuniteteve rome, me përfaqësuesit e tyre më të mirë, me ata që e duan artin, e duan muzikën, e duan kërcimin. This activity is very important to be shared, not somewhere here in Roskovec, to be shared in Montenegro, in the North Macedonia, Serbia, and the other country where the Roma is living. It's very good idea for everyone. Important Yes, for the yes, yes, integration yes, of yes, Roma yes, yes, community yes, yes. in European Union. This is very good idea for integration to Roma people in the European Union, because this is the way to recognize that everyone to see and to learn for Roma culture, for Roma dances, for Roma tradition. Pa tjetër, sepse ajo koha që ishte më përpara, besoj që tani kanë ndru, kanë evolu gjërat dhe janë më ndryshe, jemi më të barabartë në të gjithë shoqërinë. Sa veta jeni në këtë aktivitet në të vijë? Kam marrë një pjesë të vogël të grupit, prej 5 vetash, sepse grupi im përbëhet nga 28 persona, por 5 veta kam marrë nga grupi, sepse kështu ishte mundësia. sukses. Sot dhe të gjithë grupeve pjesëmarrëse në këtë festival, i cili këtë vit neve kemi në karakterin kombëtar, por do ta vera që sa më shumë kalon koha, aq më shumë i rrit. Në këtë natë ku do të shpaloset shpirti i të lirë rom, shpirti i lirë i tyre, i patrazuar nga qytetërimi dhe moderniteti.
Nga zemra jonë së parë jemi këpritjes dhe nga jo se ka se çfarë të shofi në Roskovicin tonë. Vazhdojmë në qendrën kulturore të fëmijëve. Mbahet për herë të parë dhe me sa duket tradita do të vazhdojë në Roskovec sepse është një patente e Roskovecit me një ide të jashtëzakonshme të kryetares së bashkisë së zonjës Majlinda Bufi, e cila e ka mbështetur dhe ka Që dje, ne jemi bërë sot shtëpia e hapur, shtëpia e mikpritjes. Mirëmbrëma qyteti e ëmbël, mirëmbrëma Roskovec, publik i dashur. Mirëmbrëma dhe mirë se u gjejmë në këtë ditë të shënuar feste, do të thosha. Prandaj e dashur Silvana, shumë faleminderit që ti e mirëprite e pranove ftesën e Sokonit dhe timën për të qenë arti. E duan muzikën, e duan kërcimin, por e duan Shpirti i të lirë rom, shpirti i lirë i tyre, i patrazuar nga qytetërimi dhe moderniteti nga stresi. Kam kënaqësinë të ftoj dhe nuk do të jemi vetëm në këtë bashkëprezantim, një ikon e televizionit publik shqiptar, një emër i shumë, po shumë që ta vazhdojmë këtë gjë. Ky është vetëm fillimi. Për ta kthyer Roskovecin në një vend mikpritës jo vetëm të romëve shqiptar, por dhe të romëve të Ballkanit, pse jo, të romëve të Evropës. Silvana mirëmbrëma. Lutem.